dhe njoftuam në hyrje të emisionit, do të diskutojmë për mungesën e barnave në QKUK dhe jo vetëm. Shpesh në vendin tonë ka ankesa sa i përket mungesës barnave esenciale në institucionet shëndetësore të vendit. E për të diskutuar në lidhje me këtë çështje, në panel kemi Bujar Vitia, gazetari i shëndetësisë. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën, përshëndetje për juve. Dhe Besim Kodra nga shoqata e pacientëve, mirë se keni ardhur. Një shoqata më faleminderit për ftesën. Në fakt, kështu në vazhdimësi ka kësi ankesa që ka mungesë të barnave, qofshin ato në qendrat vogla të mjekësisë familjare, mirë po edhe në QKUK, së fundmi është bërë, kështu të themi, bujë më e madhe. Po drejtohem juve Bujar, vazhdimisht raportoni sa i përket çështjes së shëndetësisë, barnave, operacioneve të cilat arrin të kryhen brenda QKUK-s, mirë po çka konkretisht po mungon brenda QKUK-s? Realisht kjo mungesa e barnave në spitale, por edhe në institucione tjera shëndetësore, është një prej problemeve që ka përcjell shëndetësinë prej pas luftës, e fatkeqësisht po vazhdon edhe tani. Aq më tepër kur tani buxheti thujse është dyfishu prej viteve të kalume dhe prap vazhdojmë të kemi mungesë të barnave. Janë disa faktorë që shkaktojnë mungesën e barnave. E para është, si më thanë, papërgjegjësia e zyrtarëve të institucioneve për të kriju procedurat me kohë në mënyrë që të mos ketë vonesa në furnizim. E dyta është dështimi i zinxhirit të furnizimit me barna. Dhe e treta ndonjëherë është mungesa e buxhetit. Kjo po e lë tretën, megjithëse nuk është arsye tashmë, sepse vitin e kaluar kanë qenë diku në rreth 66 milion euro për listën esenciale të barnave, që për dallim prej vitit 2021 ndoshta ka qenë gati për gjysmë më pak. Pra, mungesa e buxhetit më nuk është arsye për mungesën e barnave. Kemi të bëjmë kryesisht me papërgjegjësi. E tani se cilat barna mungojnë, ka disa lloje të barnave dhe produkteve, materialeve shpenzuese që mungojnë në QKUK, por edhe në institucione tjera. Mungesa më e madhe, më e theksuar e barnave dhe materialeve është në kujdesin parësor shëndetësor. Atë që ka përgjegjësi Ministria e Shëndetësisë për me furnizu. Por, sigurisht që ka mungesa të mëdha edhe në shërbimin spitalor klinik universitar që furnizohet prej buxhetit vetanak. Mungesë ka prej produkteve esenciale, si disa lloje të glukozës, disa lloje të tretjeve në ACL-s, ka furnizim, mirë po jo të mjaftueshëm. Tash SHQK po deklaron se është furnizu mjaftueshëm me sasi, megjithëse glukoza është duke mungu edhe tani. Ka mungesë edhe në tregun privat, por ka mungesë edhe në spitale, ka mungesë të barnave edhe në onkologji, ku trajtohen pacientët me sëmundje të kancerit. Disa prej tyre ka pas mungesë, janë disa terapi që ju jepen pacientëve, ordinohen me tableta. Ato terapi pacientët i marrin, si më thanë, për 2 ose 3 muaj. Ka mungesë të tyre, pacientët kanë pas mungesë në 2-3 muajt e fundit. Tash disa janë furnizu, disa vazhdojnë të ketë mungesë ende. Kështu ka edhe produkte tjera që mungojnë dhe shpresoj që ky fillim i vitit, sidomos 3 mujori i dytë, ti furnizoj spitalet. Zotëri Kodra, në anën tjetër janë pacientët ata që prekën direkt sa i përket kësaj mungese të barnave. Me sa keni informata ju si shoqat, si po bëhet e zgjidhja, sepse zotëri Vitia e përmendi që ka edhe barna që po mungojnë edhe në treg, edhe në institucionet private në këtë rast, jo vetëm në institucionet publike sa i përket. Po, neve na vinë ankesa dhe na vinë njoftime shpeshta që ka mungesë edhe në institucionet publike, madje edhe në tregun e lirë. Por mendoj se tregu farmaceutik duhet mu shkund kogja mirë për shkak të problemeve që i ka. Do të thonë, ka pak funksionan në mënyrë jo të rregullt, ka pak funksionan edhe në një pjesë e zezë që duhet
me dalë në shesh, dhe kjo padyshim që i prek qytetarët. Mungesat nuk janë rastësishme, do të thonë kanë ekzistuar gjithmonë, po tash sidomos me ligjin e çmimit barnave kanë filluar edhe të vrenë pak më shumë për shkak se me gjas një pjesë e atyre produkteve janë prej nga ligji barnave edhe ato po refuzohet me ardhë në institucione shëndetësore. Siç e përmendi Bujari, pajtohem plotësisht që barnat gjithmonë kanë qenë ajo pika neuralgjike e sistemit shëndetësor, por mendoj se gabimi më i madh është bë kur barnat janë dalë nga shërbimi shëndetësor. Barnat duhet me i trajtu si pjesë të shërbimit shëndetësor. Qysh është ekzaminimi mjekësor, ekzaminimi radiologjik, analizat janë edhe barnat pjesë e një trajtimi shëndetësor. Në momentin kur i kemi nda këto dhe kryesisht janë nda për shkak të nderve, nuk janë nda për diçka tjetër, atëherë kemi fillu me pas probleme. Pyetje thjesht për publikun ose për opinionin që nuk merret me këtë punë. Qysh mund na dhënë të drejtën një institucioni shëndetësor, po supozojmë ka qanek atje me ofru shërbimin shëndetësor, nuk ja japën të drejtën që me ble barnat. Këto, dhe më thënë, po e fragmentojmë kujdesin shëndetësor, dhe pa dyshim që secili nuk e mban mandej përgjegjësinë për pjesën e vetë. Për mu është shumë e rëndësishme, si më thënë, në aspektin politik me trajtu këto, sepse këna gjeneron në dana tjera. Qysh Ministria Shëndetësisë në bazë të ligjit shëndetësisë, sigurimi shëndetësore ka rolin regulativ dhe mbikëqyrës. Që i bjen duhet me prodhu ligje, udhëzime administrative dhe me mbikëqyrë zbatime e tyre. Si pasush, apo arrin të mbikëqyrë këtë zbatim mjaftueshëm, apo... Këto është ideja. Edhe SHSKK-ja në parem është kështu. Si më thënë me regullu pjesën e spitalëve edhe me mbikëqyrë zbatimin. Në momentin kur Ministria Shëndetësisë edhe SHSKK-ja fillojnë vetë me bë ekzekutim të shërbimeve shëndetësore, atëherë kush është mbikëqyrë si këto? Dhe më thënë, po humbim një halë të rëndësishme edhe mandej ku bën politika, pacientët atje pa dyshim që në mbesin pa barna, në mbesin pa shërbime, edhe kryot një farloj burokracie që ata kanë pengesa në marrën e shërbime shëndetësore dhe shkojnë privat. Krejt këto, dhe më thënë, krejt këto diskutime janë pasoje, nuk janë shkaqe. Shkaqet janë që ne, se cila ministri deri me talin, se cila qeveri, se ne kemi qef kanë herë mi trajtu bardha se zë në aspektin politik. Dyqysh unë nuk kam, personalisht nuk kam qef me u kanë me një studio ku diskutohet në aspektin politik, po du me pak shtu pastër. Dhe nuk ju kena aftu as pak në aspektin politik. Prandaj, po du me u kanë i lirum prej këtyne ade perceptimeve. Ideja është se cila qeveri deri me tani ka refuzu me bë reformën në sistem shëndetësor. Ka refuzu sepse ka pas pjesë tjera më të buta. Dhe përthonë, momentin që sheni një minister që ka aparatin, në shkon që këu ka dalë prej misionit. Megjithatë, kemi pas një minister që ka qenë vetë doktor, ka po prej afër të imi kështu probleme në shëndetësi. Ndoshta i ka mungu vullneti, apo ka hasë në barierat tjera të cilat nuk ka mujtë t'i bëj balë për me vazhdu tutje? Une gjithë dhe i vonë kam mendu që vullneti është e pjesa kryesore që përna pengan me regullu shëndetësin, po tash e kam kuptu që edhe profesionalizmi është në mungu. Dhe më thënë, ka veprime të mira në sistem shëndetësore, dhe tani ka, po nuk janë qëllume. Dhe më thënë, kyqe i krejt kësajna për cilën po diskutojmë është që na me funksionalizu fondin e sigurime shëndetësore, fondi me fillu vetë me i ble barnat edhe shërbime për institucionet shëndetësore. Mandej institucionet kanë interes për të shitur shërbime sepse nga ato shërbime financohen. Aktualisht, një profesionist shëndetësor edhe mos me bas një punë gjithë mujt, a në fund mujt ka me marë pagën. Pse do tjetë shumë i motivuar për të bëni gjatë tillë. Pra, kemi shumë burokraci në sistem shëndetësor, kemi shumë bojkot në sistem shëndetësor, sepse nuk pa arri me bo një reformë sistemit. Edhe kjo nuk na prodhon një tardh me, si me thonë, matë ndritur, me strategjin që e kam lexuar, dhe me thonë, edhe strategjit e kalumë, unë jam përgati që ne të ta kemi edhe një dekatë herë në sistemi shëndetësor. Nuk mund të presim ndryshime, sepse nuk mendohet racionalisht për ndryshimet. Ju përmendët listën e barnave esenciale, duke thënë që një pjesë aty në barnave dikujt nuk u i ka konvenu. Çka po nënkupton kjo? A ka aty barnat të cilët ndoshta dikush në çmim ka mujt t'i shes më shtrejt, ka me bollëk, po nuk do t'i shes? Me shumë, gjitha mund t'jenë. Si që, për mu, ligji për çmimin e barnave ka qenë një befasi. Dhe më thënë, është përkra prej botës farmaceutike, e që në parim në anën tjetër qeveria deklaron të se do t'ulen çmimet. Logjikisht, si mund ta përkra dikush një ligj që ja kufizon fitimin?
Kemi pas shoqata që e kanë kundërshtuar edhe në këtë studio, sepse sipas tyre betën pastaj shumë bana në stoqe, të cilat i kanë marrë me çmime tjera e nuk mund të shesin edhe dalin në humbje. Kemi diskutuar edhe këto, dhe më thonë, unë jam për një zgjidhje të qëndrueshme, po në parim që ne po i diskutojmë vetë çmimin e një bari caktuar. S'po diskutojmë edhe shpenzimet aksesore që i bën një pacient për me marrë atë bare. Për mua në parim, po flasim kështu pa dorza, është e rëndësishme qasja në bare. E dyta mandej është çmimi. Çka pres me prodhu që ky ligj? Nëse marrim rastin e Shqipërisë po e flas. Rritje çmimit barnave. Me miratimin e ligjit për çmimin e barnat janë drejt tavani i barnave ka shku më lart. Edhe e dyta, për me zbutshë çmimin, kanë ardhur në diskutimin që na me u qel derën edhe barnave që kanë cilësinë më të ulët, në mënyrë që pacient me marr maletat bar. Domethënë asnjëna be këtyne nuk janë të favorshme për pacientin. Çka thash për shërbimet aksesore? Tash në parim e kemi një çmim si për një barnatori që shet përballë spitalit, si për një barnatori që është në një fshat atje më larg, ku kushtimisht ju ka garantu pacientëve një qasje më të lehtë në shërbim. Që kjo barnatori në fshat, në parim, duhet ka mu mbyll me një të ardhme pak më të larg, për shkak se nuk ka me konkuru me një barnatori që është para institucioni shëndetësor. Rrjedhimisht do të arrit barën aksesore të pacientit për më shkullë marrë një barë të caktuar. Dhe më thënë, për qëtë arsye, ligji për çmimin e barnave është një ligj i mirë, por që do duhet të bëj pasi të funksionalizuar sigurimi shëndetësor, sepse sigurimi e garanton një çmim matur. Nuk e bën një çmim të lartë se është abuzuar. Të dy prej jush besoj që... Një problem, besim, mendoj unë që i na mësu me pas një treg farmaceutik shumë atë çrregull se sa është tani. Këtu në kuptoj me çmime. Ta zam një produkt të njëjtë, po e marrë shembull barnatorën në përballë spitalit, që përmendë dhe barnatorën në fshat. Nashta përballë spitalit e ke pas çmimin 2 fish më të lartë se sa te ajo e fshatit. Pra, ka qenë vetë rregullim prej kompanive farmaceutike i tregut farmaceutik, kryesisht të çmimet, që kanë lujt qysh kanë dasht. Kanë bo që kanë dasht, kanë abuzu, kanë keqpërdor edhe kanë vendos çmime super të fryme. Kjo tash a ka qenë reale, unë nuk besoj që ka qenë reale me pas asnjë çmime. Edhe ardha e ligjit dhe vendosja e çmimit tavan përmes atij 7.5%-shit sigurisht që ka shkaktuar tronditje. A është në rregull? Unë besoj që Ministria e Shëndetësisë është dashur me i marrë më shumë seriozisht adresimet edhe ankesat që i kanë pas oda e farmacistëve, por edhe shoqata e distributorëve. Pra si me thonë, me qenë ma tepër në komunikim dy palë, për shkak se ka mungu komunikimin mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe këtyre dy organizatave. Pastaj mund të dalë një problem të cilën e kanë përmendur edhe oda e farmacistëve edhe shoqata e distributorëve. Në këtë studio kanë thënë që me këto çmime ne do të detyrohemi që disa bana të mos i marrim më. Në këtë rast pacientët do të kenë vështirësi që të sigurojnë ato. Si mund të zgjidhet këtë problem? Edhe çike narrativ mund të jetë vërtet, sepse... Edhe për marrë një Shqipërinë gjithmonë si shembull, në këtë rast Kosova, për merë gjithmonë tregun e parë, në këtë rast Shqipëria, si shembull për me funksionalizu. Kështu kemi me marrë, sepse... S'ka shembull më të mirë? Esenca që na nuk kemi fond. Çdo vend që ka pas fond sigurimi mandej ka bo ligjin e çmimit të barnave. Na kemi bo para se me ndodh kjo. Domethënë çton e kam të lashën sepse në parim është një ligj që pajtona me bujarin, është abuzues kaqshmërisht me çmimin e barnave. Edhe mendoj se është dash dikush me u marr me këto, po fillimisht është dash me u marr me fondin e sigurimit shëndetësor mandej me këto. E kemi bërë një hap, si më thon, ndoshta po konsiderojt gabum. Thash, po kthejmë në te narrativa Shqipërisë. Diskutimet se tregu do të jetë pa barna i ka kontribuar rritjes së çmimit barnave dhe i ka kontribuar me hap derën barnave cilësisë më të ulët. Me bo pak panik. A mund të ndodhë një gjë e tillë? Që mund të mbesin pa barna apo jo, apo është vetëm panik? Shishon, nuk jam në atë botë. Mund të mbesin. Si më thonë, unë i vlerësoj qëndrimet që ata i kanë thonë. Po më kujtohë narrativat të nej. Edhe këtu, kur po isha këto narrativa, mendoj se po na sillen në të njëjtën pikë. Esenca është, na fillimisht do të garantojmë qasjen e pacientit në barna. Kjo është më rëndësi për mua.
Na kemi bërë lumtime të ndryshme nëpër Kosovë, duke përfshirë edhe atën kujdesin primar, edhe Po mendon përmes uljes çmimit apo po mendon përmes funksionalizimit të fondit të sigurimit? Shisha fondi sigurimit. Po tutet çasja. Po, te çasja në banë. Është shumë rëndësi se unë kam të lashe që shko me funksionu tregu farmaceutik. Aktualisht, si me thonë, lehtësimin e qasjes e bën përmes uljes çmimit të banave. Fillimisht qasja fizike. Nëse themi që funksionalizojmë fondin edhe i rimbursojmë banat, atëherë është na mund t'ja të caktojmë, po supozojmë një parastamolit një çmim s'pedi 50 cent. Nëse vjen pej fshatit me ble, ati na kam i kushtu 5,50 cent. Dhe vënë shpenzimet aksesore kanë me qenë më të ndaja. Për mua është sa ka shtetin me nëjë është dashë mu marrë ma shumë me geografin e barnatoreve, qysh është marrë me geografin atë rjetën e institucionën në kujdesin primar shëndetësor. Aja që kështë të thonë edhe qëta dhe ta përmëndaj. Ne kemi bojë lumtime, edhe në përfshatra kemi pyet. Njëna për metoda vlerësimit është a ka barnatore private në fshat. Edhe ka dalë që një pjesë e madhe nuk kanë, që i bjenë se pacientit në momenti kur mjeku ja përshkru një barë, a i do të më arë në qytet me ble. Dhe shpenzimet aksesore për to do t'jenë edhe ma të ndaja se shpenzimet për bare. Për që të arsye, unë mendoj se Ministria Shëndetësisë Shteti i Kosovës do të me siguru fillimis qasjen fizike të njerëzve në barna. E dyta është sa kanë me ble. Muj mu pajtu se aja bota kriminale ka njerë farmaceutike din me t'i lu qmimet edhe aktualisht deri me tani ja kemi lënë komplet tregu. Tregu ka pas qka ka dash. Unë e barnatorët du me i pas institucione shëndetësore, jo si institucione të biznesit. Kështu kam qef mi pa, ato dy komponentat i kanë, po në parim kam qef mi pa si institucione shëndetësore sepse ato japin shëndet, ato këshillojnë pacient. Edhe qëtëral nuk e kanë luj deri me tani. Qëtëral, si më thanë, kujdesin primar, merë me men, janë dikon 37% e pacientve që shkojnë kujdesin primar i kanë të paktën 3 barnat përshkruara. Dhe më thonë, ja kemi lënë komplet tregut edhe çka ndodhë në këtë treg, kur ja lënë komplet, ndodhë mbi dozimi, mbi trajtimi dhe mbi diagnostifikimi. Edhe krejt këto i shkojnë në barë pacientit, e që na kur i pysim pacienta, keni mujt mi marrë shërbime shëndetësore, na del se 65% kanë pas vështirësi financiare mi marrë shërbimet. Për mu kjo është rëndësishme. Sidomos, besoj që edhe bujari edhe ju keni vazhdimisht kontakt me pacientat edhe ankesat e tyne. Cilat janë konkretisht ankesat e pacientëve, sidomos në këtë periudhë ku vazhdimisht raportohet për mungesë të barnave në QKUK? Po, lidhën kryesisht me mungesën e barnave, por edhe me çmimet e shtrenjta të cilat detyrohen me i ble në barnatore private. Se shih çka ndodh. Barnatore që janë në afërsi të qendrës klinike universitare i kanë informatat e para se cilat barna mungojnë në QKUK. Sidomos gjatë kujdestarive të natës, ku ti s'ki zgjidhje tjera dhe detyrohesh me shku te ta. Edhe çka bojnë ato e 2 fishojnë edhe 3 fishojnë çmimin e një produkti i cili mungon në QKUK. Pra e shfrytëzojnë rastin që mungon një bari në QKUK dhe e 3 fishojnë çmimin. Pra kjo është, si më thani, veprim kriminal që bëhet prej X personave, ta kemi të qartë, jo prej gjithve në tregun farmaceutik. Pra edhe deri këtu shkon abuzimi me çmime. Edhe një fenomen që tash po na ndodh shpesh se ankesat. Çka ndodh në këtë raste? A ka inspektorat që mirën me këtë çështje? Ish dash me pas, ka inspektorat të tregut, po edhe inspektorati farmaceutik që duhet më marrë me këto punë, mirë po shpesher tash ta themi drejtën mungojnë edhe ankesat prej qytetarëve. Qytetarët dojnë me kry punë, janë zërë në halë vetën, me ja dërgu barin sa ma shpejt pacientit, mos me u marrë me sa pare i shpenzoj për çështje shëndetësore, dhe kështu funksionon. Dhe një diçka që është fenomen tash në fund, sidomos te pjesa onkologjisë, aty janë barnat më shtrejt, aty si më thonë, nëse ndodh, na kish përdorim atë ndodh. Çka po vrejmë prej pacientëve ankesës që na bijnë, është stafi shëndetësor po është i prirur me shkru barna jashtë listës esenciale. Dhe po thënë edhe pse kanë zëvendësim, ju shkruan barna jashtë listës esenciale. A mund të jetë kjo një bashkëpunim me stafit shëndetësor barnatoreve ky rrjeti kështu? Që aty dalim dikon. Po, megjithatë, si më thonë, na kemi edhe mjek brenda. Dhe më thonë edhe e vlerësojmë shpesh në efektin e një bari, dhe më thonë, i shkruat bari specifik, që në parim është ndaluar, ose emri mbrojtur, si që quhet, e ju një barë, si më thonë, me emën generik, edhe kjo tamam çan të një pike caktuar. Kushte normale, me pas shtet, me pas institucione këto, dhe më thonë, është keq përdorimi i detyrës. Sepse mjekët kanë insistuar shumë me u kanë persona zyrtar.
edhe tash janë persona zyrtare, e një abuzim si kë mund që një kesh përdërim të detyrë zyrtare. Edhe ishdash edhe një diçka tjetër që është rëndësishme, mjekët janë të prirur aktualisht me shkrua dhe barna suplementi shumë, të cilat si më thënë, pacientit du t'i blej vetë, ato nuk i siguron gjithmonë në lista barnave esenciale. Po, si tash ka mu rritë edhe ka mu rritë edhe më shumë, e kja, si më thënë, ngarkon gjepin e pacientit. Unë kam pas një grep kejt thjesht, për një 10 det i kom hargju gati 200 euro. Po, shpënsan. Suplementet që i ke blej, kushtojnë shumë ashtres dhe sa banë. Po, ashtu dhe ka pas munges të infuzioneve dhe se gjërave tjera esenciale deri të kada alkoholi. Edhe për që të arsye sa artë flitet për fenomenin e mungesës barna, unë gjithmonë kam rezerva, se në parem nuk e di se shka po ndodhë. Asnjëherë nuk ka një rrugë qartë sa po blihet, sa po furnizohet, sa po marrin pacient, sa po shkruhet jashtë listës barnave esenciale dhe sa pacientë janë të njoftuar se mund barnat të përshkruat i marrin në institucion. Ne kemi bërë një ulëmtim kujdesin primar, ka dalë se mbi 50% e pacientëve nuk e dinë se ka barnatore brenda institucionit shëndetësor. Pse ndodh një gjë e tillë? Se ka mungesë të informacionit, kush e ka përgjegjësinë në këtë rast që të informojë pacientët? Sepse po diskutojmë për një problem i cili nuk është së fundmi. Po diskutojmë një problem i cili kemi tash e sa vjetë dhe ende nuk po gjejmë zgjidhje. Është një zinxhir i tonë. E para, mjeku dhe pacienti nuk e kanë kohën e mjaftueshme me komuniku mes vete. Në parem, 12% e qytetarëve që na i pyesim kalojnë më pak se 5 minuta me mjekun e tyre. Për 5 minuta nuk mundesh as me pyet çu shjeku po të thëmbës se diçka. Le më me njoftu për barin efektet e bana. Është mjeku ai që krijon kohën në pacientin, barierën, kontaktin. Është sistemi shëndetësor, përkatësisht po kthehemi te Ministria e Shëndetësisë ku thamë është një rregullator. Ende ne nuk kemi krijuar lista të pacientëve, ende nuk kemi mjek të përzgjedhur. Mparem kur kemi mjek të përzgjedhur që i kanë një mjek 2000 qytetar, jo pacient, ai e planifikon kohën e tij edhe kohën e pacientit, edhe cakton termine. Kushtimisht 15 minuta për një pacient dikon mesatare besës, dikon 23, po dikon 15 preferohet me qenë. Edhe dikush më shumë, dikush më pak. Edhe gjatë këtij 15 minutë që pacienti edhe mjeku kanë mundësi me diskutu për smundjen, trajtimin, barnat, efektet negative, edhe ku pacienti mund të blej barnat. Shumë pacienti shkruajnë, shumë mjekë përshkruajnë barna pacientit, ja japin recetën, edhe ai drejt shkon në tregun privat pa e konsultuar fillimisht barnatoren që gjendet brenda, se mund të marrë barnat atë. Kjo është edhe mungesë e transparencës me pacientin, sepse ta zëmë nëse shkon në një klinik të QKUK-s ose në një repart të cili do spital në rajonal në Kosovë, nuk mundesh me gjetë askund listën e shërbimeve që kryen aty. Pra ti si pacient nuk e din se cilat shërbime janë të obliguar ata më t'i dhanë ty. Për të njëjtin shërbim që kryet aty, na ashtu aty të çojnë në QKUK, sepse ti nuk e din që ai shërbim kryet aty. Po ata s'dojnë më ta kryejnë, pritojnë edhe nisin për QKUK. Para e dyta, nuk e ki listën e barnave cilat i rimburson lista esenciale. Pra në një repart të zanë të klinikës që vëdi një kirurgjike, ku trajtohen pacient, cilat barna ekzistojnë në atë repart, nuk e ki listën e barnave dhe ti si qytetar, si pacient nuk e ki informatën që me kërku llogari ose përgjegjësi prej stafit mjekësor për më të dhanë atë bari ose atë shërbim. Fakt është shumë e normalizuar kjo ideja që pacientët me shku me i blej vetë barnat, edhe për vetë pacientëve, sepse kanë mungesë informacionit për të drejtat e tyre. Prej arsyeve pse lejohen familjarët brenda reparteve me qëndru me pacientë. Ndodh shpesh derisa pacienti merr shërbimin, familjari vetëm shkon edhe i blen barnat që duan. Në këtë rast ka raste ku edhe rekomandohet në cënon banatorët shkojit. Edhe emrin specifik edhe emrin barnatorës. Shumë mirë ka ngrit një çështje bujari. Unë ligjova, kam thënë edhe para zgjedhjeve, kushdo që premton se kemi bërë sigurimet brenda një mandati, do të thonë ose po i gënjen qytetarët ose s'po një mirë strukturën. Unë pajtona një gjë, për 4 vite nuk bëhen sigurimet. Se, si më thonë, paka shumë e njohemi që shkon ky proces. Çka ka mujt me u bë këto? Është lista e shërbimeve që ofron në institucione shëndetësore. Çdo institucion shëndetësor duhet me pas listën e shërbimeve. Çmimorja çaty në shërbimeve ka mujt më u bë. Janë elemente paraprake para se me fillu fondi sigurimeve shëndetësore. Barna që jepën, si më diagnostika, të gjitha ato shërbime duhet me qenë të listuar çka jepet, çka sipet. Pacienti për arsye banale vjen prej spitaleve rajonale në QKUK. Sapo e lexova një shkrim që ishte te gazeta Shneta, që 44% është shfrytëzimëria e shtretërve në spitalet rajonale, 70% është në QKUK.
roli i SHSKUK-s është me rregullu qit fenomen. Nuk janë aty, nuk është kriju një administratë shtesë për mi marrë do paga shtesë. është kriju me qenë një mbikëqyrës i shërbimi spitalor në përgjithësi. Nëse SHSKUK-ja nuk ka më mujt me rregullu vetën, përkatësisht bardhjen e pacientëve prej spitaleve rajonale në QKU, qysh ka më mujt me ndërtu raporte me kujdesin primar. Sa pacient po referohen. Prandaj, do të thonë, do të me pas një ndrem shumë të madh. Jo rastisht e përmenda, roli i Ministrisë së Shëndetësisë është rregullator dhe mbikëqyrës, edhe roli i SHSKUK-s po ashtu është rregullator dhe mbikëqyrës. Në momentin që këta hapin të ndere për me ble barna ose shërbime, këta janë të kyç në ekzekutim projekte, rrjedhimisht nuk ka kush me i bosh të politika. Prandaj ne kemi huqë rolën në sistem shëndetësor edhe prandaj po na ndodhen këto pasoja. Për këto, këto çka po flasim na, mungesën e barnave, përshkrimi i barnave jashtë listës esenciale, mungesa e aparaturave, këto janë, si më thonë, pasoja, nuk janë shkaqe. Bëjan në pikën e të cilën e gjendemi, mungesë të barnave edhe parregullsi tjera. Cili mund të ishte veprimi i duhur që të bëjmë një zgjidhje, sepse kemi sidomos këtë problemin e barnave. Të problemi barnave, menoj që Ministria e Shëndetësisë duhet me ju qasë ndryshe problemit, jo si deri më tani e mbyllën hermetikisht sa i përket kërkesave dhe ankesave që janë adresu për organizatave si Oda e farmacistëve dhe distributorët, por edhe organizatat e tjera. Menoj që duhet me u marë parasysh kërkesat e tyre. Një prej kërkesave e tyre është që çmimet të rregullohen në bazë të çmimeve referente prej vendeve të rajonit. Pra, në këtë kontekst, ndoshta Kosova nuk mundet me dallu shumë sa i përket çmimeve prej vendeve të rajonit. 7.5% që është vendos, është pak problematik, sepse nuk i përfshin edhe shpenzime tjera. Pra, kjo është ankesa kryesore e distributorëve farmaceutik aktualisht. E dyta, duhet të kemi bërë një herë mirë furnizim të qëndrueshëm në spitale dhe institucione tjera shëndetësore. Pra, është gjëja më elementare, si që dha edhe besimi, është pjesë e shërbimit shëndetësor. Nuk mundesh me trajtu pacientin me i dhanë shërbim pa pas barna. Pra është, si më thanë, problemi më banal i cili nuk po mund të zgjidhet as prej kësaj qeverie, që tash veç është në detyra jo, nuk pe di. Në detyrë të pakën. Pra, si më thanë, ka shumë probleme bazike cilat nuk po arrin të zgjidhen e lemor matë të presim që të bëhen sigurimet shëndetësore. Bëjan më herët e përmendet që problemi me barnat mund të jetë arsyeja kryesore e neglizhenca, sepse përmendet që buxheti ekziston. Po çka të bëjnë në mënyrë që ta eliminojnë këtë neglizhencë? Çfarë? Po është ajo që e përsërit edhe besimi disa herë, kemi llogaridhënie dhe mbikëqyrje më të mirë. Si më dhanë, në shërbimin spitalor klinikë universitare ka një bord i cili e mbikëqyr punën e drejtorit ekzekutiv, por edhe administratës që e ka në varësi. Dhe fatkeqësisht nuk është që duke luajt rolin cilin e ka bordi i SHSKUK-s. Po ashtu bordi i SHSKUK-s jep llogari qeverisë përmes ministrit të shëndetësisë. As kjo nuk po ndodh sa duhet. Pra, këtu kemi, si me dha, një zinxhir të papërgjegjësive, cilat pasojnë pastaj me mungesë të qoftë të shërbimeve, qoftë të barnave. Nuk i kemi zyrtar përgjegjës cilët i rinë gati skadimit të afatit një kontrate në mënyrë që kontrata të riportrihet. Pra, kjo është njëna prej arsyeve. E dyta është dështimi i zinxhirit të furnizimit. Pra, unë e bëj porosin për më marrë ilaçi, po ata nuk ma sjellin, ose ana sjell, asun se bëj porosin, ata se sjellin. Pra, këtu kemi, si me thonë, probleme procedurale, probleme të përgjithësisë të punëve që i kanë zyrtarët dhe nuk i kryen. Dhe në fund nuk ka kush kërkon llogari prej tyre. Edhe kur kërkohet llogari nuk merren masa. Konstatohet një problem i caktuar, ndoshta dihet shkaktari, mirë po në fund nuk merren masa prej askujt. Pra, kjo është, si më thanë, zinxhiri papërgjegjësive që nis prej hallkës më të ulterit tek qeveria e Kosovës, që është më e larta. Po, i falemnderit shumë për diskutimet, uroj që shumë shpejt me u bë zgjidhje, të paktën për listën e barnave esenciale në gjithë spitalet e Kosovës, jo vetëm në QKUK, mirë po edhe në spitalet rajonale. Patjetër. Faleminderit shumë që ishte.